nderuar kryesues i Kuvendit, të nderuar kabinet qeveritar, të nderuar kolegë deputet dhe ju qytetarë të Republikës Kosovës. Duke pas parasysh numrin e madh të azilkërkuesve nga Kosova për në shtete të ndryshme të Bashkimit Evropian, dukuri kjo e cila është intensifikuar sidomos muajt e fundit, grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës e mirëpret debatin e sotëm parlamentar që lidhet me migrimin ilegal. Është obligimi yni që këtë çështje të ndjeshme ta trajtojmë me seriozitet dhe të obligojmë qeverinë që të marrë masat e nevojshme. Trendet e migrimit ilegal janë shqetësuese, sidomos kur kemi parasysh faktin se qytetarët që po përcaktohen për rrugë të tillë, po i hyjnë një avanture me pasoja të rënda, duke synuar qoftë vende pune, qoftë jetë më të mirë. Migrimi padyshim që përbën një histori të dhimbshme të qytetarëve të këtij vendi dhe para një situate të tillë askush nuk mund t'i mbyllë syt. Të nderuar deputet, grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës konsideron se migrimi ilegal lidhet me zhvillime të shumta, të cilat kanë pasur ndikim në jetën e qytetarëve dhe si tillë migrimi nuk mund të ndalet as se me masa represive. Arsyet janë prej atyre ekonomike dhe sociale dhe zgjidhja mund të bëhet vetëm nëse ka adresim nga të gjitha nivelet institucionale. Ndër faktorët kryesor, padyshim që është zhvillimi ekonomik dhe hapja e vendeve të reja të punës që mbetet e pamjaftueshme për të siguruar mirëqenien qytetare. Pamundësia që të lëvizet lirshëm dhe në forma ligjore ka bërë që migrimi ilegal të jetë në rritje. Mu për këtë, qeveria duhet të intensifikoj punët rreth përmbushjes së kritereve për liberalizimin e vizave. Mundësia e punësimit sezonal, shkëmbimet të eksperiencave, studime në ndonjë vend të Bashkimit Evropian, apo thënë më mirë, liria e lëvizjes do të rrisë sigurinë dhe mirëkuptimin midis popujve dhe do t'i thyë paragjykimet. Të rinjtë e Kosovës nuk meritojnë që t'jenë të getoizuar në Evropë dhe të mendojnë për të lëvizur në rrugë ilegale. Si faktor tjetër që ka ndikuar në migrimin ilegal, që ai të jetë në rritje, është edhe pozicionimi i Kosovës nga disa vende anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat Kosovën e radhitën mesin e vendeve të pasigurta, duke krijuar kështu edhe huti në opinion. Informatat e ndryshme jo zyrtare se disa shtete të Bashkimit Evropian pranojnë azilin i kanë vënë në lajthitje edhe qytetarët e Republikës së Kosovës. Kjo ka ndikuar që numri azilkërkuesve dhe kërkesave për azil në shtetet e Bashkimit Evropian të rritet, që mund të vështërsoj vendimin e vendeve anëtare të BE-s për të miratuar liberalizimin e vizave për Kosovën. Faktor tjetër që ndikon në zbehjen e shpresës për një jetë më të mirë është edhe ngërshi politik 6 mujor, i cili la pas vetes pasoja shumë dimensionale për Kosovën dhe për qytetarët e saj. Dhe në asnjë mënyrë nuk mund të mohojmë faktin se shumë qytetarë, duke synuar jetë më të mirë, kanë rënë prej grupeve mafioze, të cilat po e shfrytëzojnë pakënaqësinë sociale në vend. Mbi këtë bazë, Prokuroria dhe Policia e Kosovës do duhet të intensifikojnë përpjekjet për të luftuar këto rrjete kriminale që po ofrojnë qytetarëve premtime të rreme për gjoja njohje të azilit. Të nderuar kolegë deputet, qytetarë të Republikës së Kosovës, duke qenë të vetëdijshëm për situatën e krijuar dhe për masat shqetësuese të migrimit ilegal, grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës kërkon nga qeveria e Kosovës që me urgjencë të hartojë strategjinë kombëtare për migrim, për faktin se nga vendet anëtare të BE-s, Kosova po vazhdon të trajtohet si vend në të cilin prioritet shtetëror e institucional duhet të jetë luftimi i migracionit ilegal. Të vazhdohet me prioritet të rimëkëmbjes ekonomike të vendit si e vetmja mënyrë që të josh qytetarët për të ndërtuar të ardhmen e tyre në Republikën e Kosovës. Të intensifikohen angazhimet në përmbushje të kritereve për liberalizimin e vizave. Organet e thirrura të marrin masa konkrete drejt luftimit të grupeve mafioze e kriminale të cilat joshin qytetarët në rrugë ilegale. Të vazhdoj procesi riadësimit të koordinuar me shtetën të cilat kanë emigruar qytetarët e Kosovës. Të nderuar qytetar, është obligim i të gjitha institucioneve që të koordinojnë veprimet në mënyrë që ardhmja e secilit qytetar të ndërtohet në Kosovë. Dhe krejt në fund, grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës shpreson shumë që rekomandimet të cilat do të nxjerren nga debati i sotëm do të ndikojnë që qeveria e Kosovës të merr masat e duhura që qytetarët e këtij vendi të qëndrojnë në Kosovë dhe të kontribuojnë në ndërtimin e një të ardhme më të mirë dhe prosperuese për gjithë qytetarët e këtij vendi. Faleminderit. Faleminderit.